Sot kemi ardhur në Muzeun Etnologjik të Kosovës, ku ndodhet edhe shtëpia më e vjetër në Prishtinë, ku do t'i shohim nga afër gjërat që ruhen në këtë shtëpi. Kjo është kuzhina apo hapësira përdesë e kësaj shtëpie, votra e zjarrit të shtëpisë, shtëpi qytetare tradicionale shqiptare e shekullit 18. Në këtë hapësirë gjendet një magje, vend ku është ruajtur mjedi dhe gatuar buka, dhe oxhaku është përdorur për përgatitjen e ushqimit. Ndërsa kjo është një dhomë dite ku gratë janë kujdesur për fëmijët, karakteristike veçante e kësaj dhome është kjo dera me lesh të dhisë, e cila është përdorur për arsye të izolimit të zhurmës. Në këtë shtëpi ndodhet edhe oda e burrave, e cila shërbente si vend kolti mikpritjes. Në atë kohë për shqiptarët ky vend u takonte mikut dhe zotit. Oda tregon se si familjet shqiptare jetonin dhe ushqeheshin. Karakteristike e kësaj ode është sistemi ventilimit me simbolet e diellit që do të thonin jetën, vazhdimsinë dhe mbrojtjen. Një nga veshjet më të veçanta tradicionale shqiptare është xhubleta, veshja e grave të Malësisë. Ajo konsiderohet si një nga veshjet më të vjetra në Ballkan. Forma e saj mendohet të ketë origjinë më të hershme që lidhet me periudha ilire. Në vitin 2022, xhubleta si aftësi dhe zeje artizanale u përfshi në mbrojtje të UNESCO si trashëgimi kulturore jo materiale. Ndërsa veshja hasit njihet për ngjyrat e forta dhe kombinimet karakteristike, ajo përmbante edhe elemente praktike si pjesë të forta apo derrasa të vogla në brez, që shërbenin për të mbajtur sende të ndryshme.